Dhe gjitha këto faktorë, dhe duke sjellë këtu edhe atë vrasjen masive me uri që Netanyahu filloi t'i bëj palestinezëve në Gaza, prodhoi efektin e kundërt, por sigur ne e kemi parë, gjithë njerëzimi u çua duke protestuar kundër gjenocidit. Dhe tani vim në pyetjen tuaj për planin e presidentit Trump. Presidenti Trump kur e pa që është e pamundur që të zhduken 2 milion palestinezë, vendet arabe edhe ato që kanë paqe me Izraelin, që janë kolaboracioniste të tjera, të gjitha refuzuan. Atëherë Trumpi në bashkëpunim me Egjiptin, me Katarin dhe me Turqinë ka bërë këtë planin e tij prej 20 pikash, sipas të cilit ai do t'i japi fund luftës në Gaza, dhe lufta në Gaza do të vi në momentin që Hamasi do të dorëzojë ata pengjet izraelite që ai ka, dhe në kundër përgjigje Izraeli do të lirojë, nëse s'jam gabim, rreth 1500 të burgosur politik palestinez. Por sigur kam thënë edhe në vende të tjera, për mendimin tim, ky plan paqeje i presidentit Trump për t'i dhënë fund luftës në Gaza, për mua duket më shumë si një kapitullim nga ana e Hamasit. Hamasi ka refuzuar në vazhdimsi të i liroj pengjet, nga që pengjet janë e vetmja domino që Hamasi ka në dorë, dhe Hamasi në mënyrë të vazhdueshme ka refuzuar që të liroj pengjet izraelite, nëse Izraeli nuk lironte të gjithë të burgosurit politik, janë rreth 11.000 që janë në përburgjet e Izraelit, dhe që të tërhiqej nga Gaza dhe t'i jepte fund luftës. Por çka ka ndodhur në javët e fundit, dhe sidomos pas bombardimit të Dohës në Katar, me sa duket si turqit, si katarezët janë trembur nga ato që mund të bëjë Netanyahu. Netanyahu tani më ka treguar që ai nuk ka më kufi, ai mund të bombardojë çdo fqinjin e tij, për sa kohë ka Amerikën nga mbrapa. Dhe ky plan me 20 pika i Trumpit, ose ajo dokumenti më i fundit për hapat që do ndërmerren, më duket ju e nxorët në studio përpara pak, jo këto 20 pikat, ishte ajo letra tjetër që unë kam postuar edhe në... Olc, po kjo është vetëm faza e parë, mos harrojmë, faza e dytë vjen ke çarmatosja. A do ta pranoj Hamasi çarmatosjen, se këtu është diskutimi? Po, ja, për këtë dokument e kisha fjalën që ju sapo nxorët tani. Për këtë dokument të fazës së parë, çfarë lexojmë neve këtu, është që presidenti Trump ka njoftuar që do t'i vi fundi luftës dhe Hamasi ka rënë dakord që brenda 72 orësh do të dorëzojë të gjitha pengjet dhe si rridhoi edhe Izraeli do të ndalojë bombardimet dhe surveilancën ajrore. Dhe gjatë kësaj kohe Hamasi me ndihmën e trupave speciale turke do të mundohet që të nxjerrë nga tunelet të gjithë të burgosurit izraelit, por edhe të vdekurit që mban. Dhe brenda 72 orësh Hamasi duhet që t'i ketë këto pengje gati për t'ia dhënë Izraelit, dhe Izraeli pasi Hamasi t'ia dorëzoi këto nëpërmjet kryqit të Kuq, thotë që do të lirojë këta 1500 të burgosurit palestinez. Po problemi është se për persona që kanë parë hartën e tërheqjes, nëse mundem Redi ta ndaj me ju, nuk e di a keni në studio apo jo. E kemi edhe hartën. Domethënë, çfarë do bëhet është regjia nëse del në ekran harta, nëse është e mundur. Po. Domethënë, nëse shikojmë hartën, është që gjatë momentit që Izraeli do marrë pengjet dhe thotë që do të lirojë të burgosurit palestinez, harta tregon që më shumë se gjysma e Gazës do të mbahet, ja, kjo është harta. Më shumë se gjysma e Gazës, domethënë 58% e Gazës, do të mbahet në pushtimin
Izraelit dhe palestinezët do të kenë rreth 42%. Domethënë çfarë tregon kjo? Për mua domethënë kur unë kam parë këtë hartë, unë kam thënë që kjo është hartë kapitulimi dhe unë mendoj se çfarë ka ndodhur në këto ditët e fundit, ka ndodhur që Hamasit i është bërë shumë presion nga Turqia, por edhe nga Katari. Një editorial i Jerusalem Postit përpara 4 ditësh thoshte që Erdogani ka bërë pazar me Trumpin, i ka thënë Trumpit që unë do ta bind Hamasin që të dorëzoj pengjet, por me kusht që Amerika do t'i shesi, do t'japi Turqisë avion F-35. Diku më bëra edhe ironi, tha që Erdogani sigur e shiti Sirin për kurdët, po e shet edhe Palestinën për avionët F-35. Dhe puna është që çfarë do ndodhi më mbrapa. Historia ka treguar që izraelitët janë Netanyahu është i pabes. Dhe puna është që dhe frika që kanë shumë analistë është që Netanyahu pasi të marri pengjet, rrezik do të nisi prap bombardimin e Gazës dhe do të vazhdoj me planin e tij më të hershëm që është pushtimi i Gazës. Nëse dalim te 20 pikat e Trumpit, Trumpi ka parashikuar që do të sjellë Tony Blairin si administrator kolonial të Gazës, një njeri që është kriminal lufte, që shkaktoi vdekjen e 1 milion irakenëve në Irak, gjatë luftës së dytë të gjirit, kur ai së bashku me George Bushin bombarduan dhe shkatruan Irakun dhe vranë Saddam Husseinin. Sikur ka rënë kjo e Tony Blairit, Olsi, sikur nuk do jetë më, e kanë refuzuar, por nuk e di, mbas e ke informacion po. Hamasi ka refuzuar edhe pikën e çarmatosjes, nga që plani me 20 pika i Trumpit parashikon edhe çarmatosjen e Hamasit, sjelljen e një force ndërkombëtare që do mbaj Gazën me dhunë, dhe radikalizimin e palestinezëve që nënkupton që projekti i Netanyahut është që ai do që të ndërtoj kampe përqendrimi. Ka shumë atë që bën gjermanët, amerikanët në 1945 në Gjermani, ku ushtarët e Reichut të tretë u futën të gjithë nëpër kampe dhe u mbajtën me vite në këto kampe. Shumë prej tyre edhe vdiqën, të njëjtën që bëri edhe Hitleri, që shumë prej tyre i çovi në Siberi. Pra, plani 20 pika i Trumpit që ose implementohet, është një plan shumë i frikshëm, dhe Hamasi po reziston dhe po thotë që ne nuk do të çarmatosemi, ne nuk do të pranojmë Tony Blairin, po muhabeti është që Hamasi ka vetëm një domino në dorë. Dhe dominoja që Hamasi ka janë pengjet izraelite. Dhe në momentet që Hamasi do t'i liroj këto pengje, e para nuk ka garanci që Izraeli do të liroj 1500 pengje palestinez. E dyta, Hamasi ka kërkuar lirimin e Marwan Barghoutit, i cili ka qenë zëvendësi i Mahmud Abbasit dhe kryetari i Fatahut, një figurë politike të cilin izraelitët e kanë burgosur që për 20 vitesh, nga që ai do zëvendësonte Arafatin, dhe ata nuk donin që ky revolucionar Mustafa Barghouti ta merrte Marwan Barghouti, ja ku është në foto Olsi. Po, Marwan Barghouti, jo Mustafa, sorry. Po. Dhe muhabeti është që ky do zëvendësonte Arafatin, dhe izraelitët për këtë e kanë futur në burg, e mbajnë burg, dhe deri përpara pak orësh Hamasi insistonte në lirimin e tij, ndërsa izraelitët kanë thënë jo, nuk do ta lirojmë. Tani pse Hamasi kërkon ta liroj Barghoutin? Ka që Barghouti, sikur ne e dim, lëvizja palestineze ndahet në 2 parti të mëdha. Njëra është Organizata për Shlirimin e Palestinës, OÇP-ja, me Fatahun, e cila ka meritat historike të lëvizjes shlirimtare palestineze që në vitet 50-60. Dhe në anën tjetër kemi rezistencën islamike të Hamasit. Hamasi, nga që do të tërhiqet nga politika, nga kjo që ndodhi në Gaza, gjenocidi që po bën Izraeli etj, kërkon që lëvizja palestineze të udhëhiqet nga një revolucionar, sigurisht Marwan Barghouti.
por izraelitët nuk e lejojnë këtë gjë, sepse ata e dinë që po e nxorën Marwan Barghoutin, OÇP-ja që sot është me Mahmud Abbasin në Ramallah, që është më shumë një kolaboracioniste me Izraelin, do të kthehet në OÇP-n e Yasser Arafatit, e cila ishte një organizatë ndërkombëtare e njohur ndërkombëtarisht, me prezencë edhe në OKB dhe organizata të tjera, se duhet kuptojmë edhe një gjë që ndërsa amerikanët, Këshilli i Sigurimit, OKB-ja, Fatahun dhe OÇP-n, të cilën e cilësonin si organizatë terroriste në vitet të 10, në vitet 90 e pranuan si përfaqësuese të popullit Palestinës, me marrëveshjen e Oslos, autoriteti palestinez njihet si përfaqësuesi i palestinezëve dhe autoriteti palestinez, OÇP-ja, është prezente në të gjitha organizmat ndërkombëtare. Ndërsa çfarë i kanë bërë Hamasit propaganda judeo-amerikane në këto 30 vite të fundit, ndërsa fillimisht Izraeli vetë toleroi Hamasin që të rritej, ata e kanë etiketuar Hamasin si organizatë terroriste dhe Hamasi nuk lejohet që të flasin ndërkombëtarisht. E kanë izoluar Hamasin, domethënë është prezent vetëm në Afrikë, në botën muslimane, në Amerikën Latine, kurse kur vjen puna te OKB-ja, Bashkimi Evropian, Hamasi etiketohet si organizatë terroriste. Dhe kush është qëllimi i Hamasit në këtë rast? Është që Hamasi kërkon që Barghouti të dali dhe të minoj autoritetin palestinez nga brenda, i cili me Mahmud Abbasin është bërë kolaboracionist që është në urdhrat e Izraelit, Arabisë Saudite dhe Emirateve Arabe. Por, përveç këtyre fakteve që po flasim, duhet të themi edhe diçka tjetër, që ndërsa Izraeli ka qenë shumë i suksesshëm që në bashkëpunim me vehabizmin ndërkombëtar të shkatërrojë Sirin, në anën tjetër duke bërë gjenocid, ka zhdukur ndoshta rreth 2 milion njerëz, apo i ka gjymtuar 2 milion njerëz në Gaza, edhe Hamasi ka patur fitore. Fitoria e parë e Hamasit është sulmi spektakolar i datës 7 tetor 2023, ku Hamasi i tregoi gjithë botës arabe që Izraeli është një tigër prej letra, të cilin nëse e studion, ja kupton teknologjinë high-tech që ata përdorin dhe di si ta thyesh këtë teknologji, izraelitët nuk dinë si të luftojnë, dhe afrikanët. E dyta, deri në tetor të vitit 2023, këta palestineze u harrua. Presidenti Trump, do të kuptojmë këtu, kur ishte në zyrë, në vitin 2020, bëri ato që njihen akorde abrahamike dhe regjimet vehabiste arabe në mënyrë të hapur traftuan Palestinën dhe nënshkruan marrëveshje normalizimi me Izraelin. Kemi Emiratet Arabe, kemi Bahreinin, kemi Marokun, kemi Sudanin dhe do kishim edhe Arabinë Saudite, ndoshta edhe Katarin, edhe Kuvajtin. Tani, çfarë bëri Hamasi? Duke bërë sulmin e datës 7 tetor, e provokoi Izraelin që të hynte në Gaza, e provokoi Netanyahun që të bënte gjenocid, nga që ata e njohin se çfarë është Izraeli dhe Netanyahu. Por çfarë kjo i bëri Izraeli? Është që Izraeli u shkatrua në opinionin publik ndërkombëtar. Okej, çifutët kanë teknologji superiore, sepse teknologjia amerikane mund vrasin njerëz që nga Katari deri në Teheran, por Izraeli, sikur e pranon edhe vet Benjamin Netanyahu, humbi luftën e opinionit publik. Dhe sot ne shohim të gjithë pecjen njerëzore, nga Kili dhe Argentina, deri në Tiranë dhe Prishtinë, nga Washingtoni deri në Londër, që të gjithë protestojnë kundër Izraelit, dhe gjithë ajo shpallëzbara izraelite që Izraeli ka bërë në këto 30 vite të fundit, që prej rënies së Bashkimit Sovjetik, ku imponuan gjithë vendeve të botës, duke përfshirë edhe Shqipërinë, ditën e Holokaustit, ku njerëzit duhet të qanin për vrasjen e çifutëve nga Hitleri etj. Gjithë kjo luajtje viktime dhe kjo strategji globale që Izraeli bëri me amerikanët për të krijuar mitin që ne jemi viktima, jemi të mirë, po na vrasin ta terroristët edhe nazistët, çfarë ndodhi është që me gjenocidin që Izraeli bëri në Gaza, gjenocid
që provokoi Hamasi. Hamasi e futi në kurs Izraelin, Izraeli tregoi botës që ky nuk është ai regjimi paqësor, ta kolonët që fut në Izrael, në Palestinë, nuk janë aty nga që s'kanë ku ta mbajnë, por këta janë aty, janë gjakpirës, janë vrasës, dhe në këto momente që ne flasim, i gjithë komunitetin ndërkombëtar, duke përfshirë këtu Britaninë dhe Francën, që janë dy shpikësit e Izraelit, të gjithë janë distancuar. Dhe personi i vetëm që qëndron akoma me Netanyahu në këto momente, është Trumpi, të cilit ata i kanë lidhur këmbët, i kanë marrë gocën me Jared Kushnerin, dhe po të shikosh disa zyrtarët e Trumpit që nga Witkofi deri te Kushneri që në këto momente janë në Egjipt, ja e keni aty dhe në foto, janë 10 shikut, dhe i vetmi që po i mbështet ata është Trumpi, dhe në marrëveshje paqeje për cilën neve po flasim tani, dhe Trumpi ka njoftuar që të hënën do të shkojnë në Egjipt për të inauguruar këtë marrëveshje paqe, e kanë detyruar presidentin Trump, e kanë vënë me shpatulla prej muri, se ndërsa në një anë Trumpi i ka qifutur në rrogoz, në anën tjetër Amerika është izoluar ndërkombëtarisht. Kemi vende që nga Venezuela deri te Kolumbia, ku edhe Spanja, ku vende që ne nuk e kishim imagjinuar ndonjëherë, po bëjnë thirrje për luftë me Izraelin. Olc, nga pikpamja e PR-it ke drejt, po nga pikpamja e sigurisë, Izraeli ka zgjësuar atë, po themi unazën e zjarrit që e rrethonte, apo aksin e rezistencës, e cila ishte kthyer në, le të themi, rrezikun më të madh për Izraelin. Pra, domethënë Izraeli arriti që me mbështetjen e vehabizmit ndërkombëtar të shkatërrojë Sirinë, që ishte vendi i fundit që bënte rezistencën kundër Izraelit, të shkatërrojë në masë të madhe Hizbullahin, po nuk e ka zhdukur, Hizbullahi është aty, dhe në anën tjetër të djegi Gazën. Por duhet kuptojmë diçka se këto militit që Irani sponsorizonte rreth Izraelit, Hamasi, Hizbullahi, po edhe qeveria siriane, nuk kanë qenë ndonjë rrezik serioz për Izraelin. Sepse duhet të kujtojmë diçka, që Izraeli është fuqi nukleare. Përpara 3-4 ditësh në një intervistë që pati me një media perëndimore, Netanyahu, i cili po mundohej që të justifikonte veten, thoshte që ne nuk po bëjmë gjenocid, tha, dëgjoj, po të donim ne që t'i zhduknin palestinezët, një pasditë tha mund të kishim një bombë dhe i zhduknin gjithë. Domethënë sa bombë atomike. Pra duhet ta kuptojmë që është e vërtetë që Izraeli ka arritur të likuidoj apo të dobësoj këto milici, por duhet të kuptojmë diçka, se ndërsa Hizbullahi ka bërë armëpushim, nga që po mundohet të ringri infrastrukturën e tij që ja kishte penetruar Mossadi, Hamasin nuk e kanë zhdukur. Hamasi, edhe pse Izraeli mund të ketë zhdukur deri gjysmë milion njerëzish, deri në këtë momente po vazhdon luftën. Përpara pak orësh Hamasi kishte vrarë me sniper një ushtar izraelit nga Gaza. Pra, Hamasi po vazhdon rezistencën, se kur nisi lufta, Netanyahu deklaroi tha që do zhdukim Hamasin, Hamasi nuk u zhduk, do marrim pengjet, pengjet nuk janë dhënë, Hamasi pengjet do të japi vetëm në kryes bisedimeve, do ta kthej Gazën tha në gërmadh, të e bëri, por Irani është aty, Houthit janë aty, Hizbullahi është aty, edhe pse duket si i përgjumur, dhe Hamasi është aty. Pra, domethënë, kuptohet që Izraeli fitoren më të madhe e pati me trastinë e sunitëve. Ishte trastia e botës arabo-sunite, vendet që nga Jordania, Arabia Saudite, Emiratet Arabe, që bashkëpunuan hapur me Izraelin, sidomos kur Irani nëpërmjet Huthive vuri atë embargon e detit Kush, ku Emiratet dhe Saudia hapën portet e tyre për mandrat izraelite, po mos ishte trastësia